kanë po për kreve, kanë ngre zhag, një unë më dhonaj. Filluan më kësnjo. Nuk u dzë kur njët me tregu kërkuj. Më vike me kohët, me bërtit me të mollë. Kohë shohë që frimë zhadho këta isha në shpje. Unë jam Ramadan i Shori, jam një burë, një bobë, i cili po munduhem me ndërtu një jetë normale. E kam bashkëshorten, cila më kam mbështetë gjithë hap jetës. Dhe 3 fëmijë, cilët janë drita syve të mi. Dhe janë gjithë shka për mua. Dhe unë sëtë dua që njerëz të me shohin si një njeri që kam kaluna për shumë gjona. Që jam mundu shumë. Unë nuk jam si korë. Unë nuk dua njerëz të me shohin me keqardhje për dhunën që kam përjetu. Dua që të me shohin me respekt. Si një njeri që ka luftu shumë për me mbjetu. Si një njeri që shumë herë jam rëdzu, po prap jam ngritë kom. Unë jam së të ju se e kam harru ato që kam rjetu. Por jam të sëtë përse mos metëm rëbë se kalumës. Danin e pikrish këtu të shojmë, si një njeri që ka kalu në shumë sfida, por që është ngrit në këmbë me dignitet. Si një njeri që pavarësisht gjithë shkaje nuk lejon të thyet, dhe vetë fakti që sot je para nesh e tregon gjithë këtë. Tani nëse mund të ndalemi në ditë shtatorit të vitit 1998, ngjarje që la gjumë të thella në jetën tënde. Çka ndodhi a ditë? Atë fund shtatori, 98-ën, nuk të harrej kur. Në atë ku isha 22 vjeqare. U batëm lërgu për e shpis dhe u batëm vendos të dajt në Gravcë. E batëm lërgu shpin dhe u batëm vendos ushtria shlerimtare. Dhe kështu që me 26 shtator u moni ofenziv në fshatin e Gravcë. Në atë rit u detyru me u largu pi familjeve. Dhe u vendosëm në Gry të Banjës, e cila unë e edhe si Gry ka Ramadanve. Të nesëmën, në 27 shtator, fatkeqësisht edhe ato në rrethuan forcat ushtarako policore serbe. Dhe fillun e ndonë trit i familjes, burrat, dhe në ngarkuan në për kamiona. Dhe në qunë stacionin policior në Trenas. Ato duke në zbrit pej kamionave, në mshëshin me kondokat automatit, shkelma, lushta, na shonin, na fynin, na me në shmalin, dhe na veçën për ushtrit, shlirimtore të Kosovës. Dhe mas pak kohë fillun me na i bon testin e dorëza parafinjes. Dhe diku ofër mes natës, mardhëra një mua. Jam hi, me kam bon testin e dorë dhe parafinës, dhe ta shu duke me prit në koridor, jënë ku ato dhomat, cilët në marshin në pyqe. Ata jënë ku polet civil. U konë edhe në shqiptar, që punoj ke me ta, e njëshin tonë. Po a dit, e ka posë rullin e përkthysit.
Duke prit në korridor ato, ka vendshin policia në asedshin. Dhe kanë orë dy policë me uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe kanë shtime një banje ato. Dhe ato ndodhi ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhë një njerit. Se ato kur në kësha menu që ndodhë mua. Dhe njoni më dhonaj. Dhe duke u përgatiti dyty për dhunë, ka britmat e mija, a i shqiptori që u konë ato, i ka ro deres, u i mrana dhe më kanë zirë vjatujt. Edhe më kanë marrë, edhe më kanë shqita në zyrën, ku në marrë shën pyetje. Po mu, atë ditë nuk më kanë marrë pyetje ma. Po ata policë civil, filluan me më kësnju. Se kjo shkat nga ndorë ty, nuk u të zë kur njët me tregu kërkuje. Dhe kërë që a i shqiptore që punoj ka të më përcjeli deri të dera e stacionit dhe shkova vullëm ku e në konë në garaj dhe stacionit. Në nesmen, e 28 shtatorit, e këshin pasbon një list ata dhe në therën me amna mbi amna, në hypën autobus dhe në përën burgën e Prishtinës. Edhe në burgën e Prishtinës, ma maltretime mas njerëzore të mundshme. Burgën e Prishtinës kom nejtë dikun 3 muaj e gjysë, si jam i saktë me datë. Prej burgët e Prishtinës, më kanë transferu në burgën e Lipjanit. Po dhe ato, maltretime që nuk mundet bja morë menja njeriut. Gjatë kohës bombardimeve, po të nordë mjek edhe gardiantë bashkë. Dhe në bëtë në thonë, se kush dënë me dhonë gjak, këna me dhonë bukë ma shumë. Ka posë ato, i kanë dhonë. Po në kja kanë dhonë asë një kashore ma shumë. Dikun, fillim majtë, në kanë transferu në burgën e Dobravës. Atje, e përjetova masakrën. Një masakrë shumë të mërshme. Po, për mua në atë ku, vdekja ishte poqë. Tani, faleminderit shumë për këtë rrëfim kaq të thellë dhe kaq të temshëm. Në fakt askush nuk meriton në kaluna për atë si çfarë ti ke përjetu dhe më vjen shumë keq për këtë. Por ti po tregon një guxim të jashtëzakonshëm që po e ndan gjithë këtë rrëfim me ne. Por pas asaj ngjarje, si ndryshoi jeta jote? Si ishte me jetu me Albar? Vesion e di ishte shumë ranë. Me 16 mars 2001 jam liru prej burgët, me ndimin e kryqëtoq. Atë ku jam konë i fejun. Dhe fill mas 2 jove jam martu. Atë ku jetësha me prindë dhe lozën në shatë. Dhe me si u martua, i thash vetës. Do të alon të kalun me mropa dhe ta filloj një jetë të re. Ta ndërtoj një familje. Por kjo ishte e pamundër. Se çdo natë
Më kujtojsh në e shumë ka ndodhë. Këta isha me frikë, se mës për të dikush për rastin shumë ka ndodhë. Dhe shu që mas një viti me bashkëshortën dhe vojzën e vogël, lutrën, u vendasëm me jetu me qëronë për Kosovë. Të unë një pak ma i lirë, po prap isha i mbyllën në të burgin për mrena. Baba mundoj isha me në vetit që u kun luft. Por prap e pa mundër. Edhe pse ishe fizikisht i lirë, trauma të mbajke për brenda të burgosën. Ose plaga nuk shërohet të e majtë në sheft, dhe ti kishe qartë këto. Më pas, si vazhdoja, kishte ndonjëherë ndjesin nevojë me fol me dikan, me nda me dikan këtë dhimbje? Jo kur. Se thësha me vete, unë jam burë. Dhe për këto më shë kam përjetu, nuk të të me ditë kërkosh. Se thësha më nënçmojnë, më bëllizojnë. Dhe isha shumë i mbyllë me vete. Më vike me kohët, me bërtit me të mollë. I kësha natën për i shpisë. Delësha. Kohë isha o që frimë isha dhe këta isha në shpi. Se turpi ishë më herën së dhimta. Vërtet. Dhe ti vazhdove me hesht duke mendu se heshtja po të mbronte. Po në fakt heshtja po të burgoste për brenda. Megjithatë ti vazhdove me luftu. Kur erdhi momenti kur ti vendose me kërku ndihmë profesionale? Unë viti 2005. Dhe për herë të bori ma fru të organizata e kretëtës, atër u të klinika Gjermone e synit. Atër më shku 10 herë. 10 herë. Po, kërë sysh nuk më isha më morë vëdzimin me Imrana. Dhe kështu që vendosë është ma mirë me ikvi Kosovës. Krejt. Dhe kështu që shkua në Malzi. Mora familjen dhe shkua atje. Po edhe atje shumë më nga i ka e gjua ty në Malazese. Dhe kështu që u këthy ma petë në Kosovë. Por një natë e bosh me në intervist ishte Vasfia Krasniqi. Cila për mu është heroin e gjallë. I marsha shumë lakmi. Dhe isha që kjo pa full, pa që frimet. Dhe kështu, dhe kam morë e kam shkru në Messenger fill. Dhe faleminderit shumë besoj, ma ka kthy me njerë. Dhe villu me bisedu me ta.
dhe për të regoj. Dhe kjo më tha që i tregova se shumë herë po afru në drejt e organizata, po nuk pa muj me himranë. Dhe kështu që nesrit pa mendu shumë, ka mordë. Binde me ardhën. Dhe binda me ardhë, dhe ka mordë jam hi, ato më rëna 5 dite, mo, kur nuk im lërë. Si ishte momenti? Si ishte momenti kur të ti trokite në dyert organizatës në KLST? Vesë në di, shumë shtirë. Se më shkoj i këmenja ka mësë. Po, a ditë kur jam hi, mërana, u shumë shtirë. Kam trokit ndërë, kam hi mërana, dhe më kanë prit me shumë respekt. Shtë ju farë ndëraj. Shtënën e dhomë atë, u ula në karrike, qaqë fort më reke zemra, sa është dhe më dollë për anët. Jesha i në pinjë, akull. Veç o drësha. Kryjtë e majsha dhe pusht, së majsha me që përpjet. Dhe atë era psikologja. Më po në sy, me në zonë të butë, po më thëtë, ti je në vendin në dorë. Ti je i sigur të. Dhe çdo gjonë, shka të folëm të, ko me metë këto dhe në gudzën. Konfidencial. Po, konfidencialitet të utë. Shtu që a ditë për herë të porë, mas shumë bite, e thash me zonë, për dhuna që e kësha përjetu në stacion uliqore. Dhe besoja ditë jendi i kuptun, jendi i mbështetun, dhe të cilën shpesh herë unë e tham për mbjetuarit që në momentin që marrin guximin me trokit në dyert të organizatave që ofrojnë shërbime, në atë moment ata asnjëherë më nuk janë vetëm, sepse kanë një familje të tërë profesionistësh që u qëndrojnë brapa në çdo rrugtim të jetës së tyre. Dhe i di e kujtoj si sot kanë kalu që nga viti 2018 7 vite, çdo detaj momentet të parë kur ti je paraqit në organizatë. Po pas saj, Dani, si u ndjeve me marrjen e ndihmës profesionale, si ndryshoi jeta jote? Po, me morën pjesë në për seanca, për ditë, unë isha me një vetën pak më të fortë. Dhe me mendje spret shumë më në thjena për seanca. Morë pjesë në seanca grupore edhe me nëbjetum tjere. Falë shumë, i qojshmë halët. Dhe kështu që me mendje spret shumë në atë kur mbajshin në event më të madh. Ti në fakt nuk ka event të cilën nuk e ke përcjellur dhe fotografitë të cilat ishin prezent më herët tregojnë që ti gjithmonë ke qenë në çdo aktivitet, por gjithmonë ashtu siç e the edhe vetë në fillim i heshtonim shefun sepse ende mungonte ai guximi. Me dalë sipërfaqe dhe me shpreh gjithë atë që ti e ndjeje brenda. E di që gjatë seancave një hall i madh të cilën ti e ke ndjeje është qysh me nda me familjen, qysh me i tregu bashkëshortës, qysh me i tregu fëmijëve, qysh ata me arrit me kuptu që unë kam vepruar ashtu qysh kam vepruar për shkak të një traume të madhe me cilin e mballafaqu.
Si erdhi momenti kur ti vendose ta ndash fillimisht me bashkëshortën këtë dhimbje? Po, ishte shumë e vështirë. Por një natë shku më dhomë për fjet. Unë si gjithmonë me probleme shëndetësore. Dhe bashkëshorti jam tha, danë tha, ki diçka që unë këtë monën. Dhe atu se di vetëm, pa menu shumë, edhe i kam kallëzu bashkëshortës. Tha shumë kër jam arrestu në stacionin e policisë në Trenas, më ka ndodhë që kepi të regu varanë. Dhe aja heshti. E nisi me kojtë, heshti ashtu atë natë, nuk bisedu më kërqa. Në jesit me nxes, po më thëtë, danë, luftë ko. Dhe çdo një unë ka mujtë me ndodhë kja. Po të risën, e ke posë për krohin tem, e tash e tu tje kime posë edhe ma shumë. E di që pasi pa të refy, pasi pa të tregu këtë bashkëshortës dhe kishe mbështetjen e saj, tash ish një hall tjetër. Qysh me folë me fëmijët, kjo e botë edhe më të vështirë gjendjen tënde. Si erdhi momenti kur ti vendose të flasësh edhe me fëmijët? Tash, me zi tregua bashkëshortës, e kisha pak më të lehtë, se mos kisha nevojë me dol natën, me ikë për shtëpisë, e me kojtë, e më këthytë. Tash e kisha pak më të lehtë. Dhe një natë, pizon bashkëshortës, tash ka ta mënën e tash mi tregu vojsës. Dhe aja pranej. Ta po. Tash e kisha shumë të vështirë, me fjallë qysh mja tha. Në esmën e tira, thash me dalë me pi një kofë. Edhe ashtë dalë unë shpesh me ta. Se kjo është flutra o shtylla shpis të unë. Kjo për tonë të vite e ka mojqë familjen të unë komë. Kështu që jemi dollë për kafe, jemi ullë dhe me fjallë nuk u mujtë me thonë, ja kum qitë vendimin, cilën komisioni qeveritari që në ka njoft Që ka njoft statusin, ja qita përpara dhe ato që shkru viktime dhe umës seksuale. Vojza, si e po, tha, babosht të unë për këto, tha e di që 3-4 vjetë. U që në kohëve për qafe, dhe më tha, gjdo herë, unë ka me konë krathonën. Si ndjeve në atë moment? Në atë moment, kam kohët visimit. Unë jeva shumë ishlirun. E njeva su kur për vetit, më hek 500 kilo për vetit. Unë jeva shumë ishlirun. Por, tu bisedu me vojzen, dhe tash e kisha hollin edhe djemës si një u tërë. Po, vojza tha unë e bisedoj me ta. Dhe me
dje më ka bisedu vojza. Se ko në përkrojnë Është ndje me lirë, ka raportet mira. Dhe ata më kanë përkroj shumë të njëjtë, së kur vojza e bashkëpunëtja ime. Si ndryshoj raporti ma në familje kur të gjithë e morën vesh? Që shumë ndjesh e ti? Atëherë ndryshoj, atëherë për hitë pohre, se ndryshoj shumë. Po për herë porë, pas shumë vite, e njëva vetën si babë. Si babë. Si një babë i vërtet. Se për familje, tem për thminjt, nuk kam mujt me konkur babë, ta më një dukur që është më kujdes të më për ta. Gjithë një njëri nërkohës. Një njëri që ju e kësha gjithë herë pyetjel të mive. Dhe isha, mos për morën vesh, për rastin që më ka ndodhur, dhe ma bujnë e pyetje. Kështu që gjithë ju e kësha pyetjel të mive. Është ata, i falenderoj shumë familjen temë. Përmendje dhe ma herët Feridhja që familja është shtylla dhe kur familja e mbështet të mbjetuarit definitivisht ndihen të lirë. Kur familja na e mbështetje, kur familja na e dashuri, çdo barë bëhet shumë më e lehtë. Edhe gjatë gjithë procesit terapeutik që ka qenë mjaft i gjatë, për ty ka qenë shumë e rëndësishme me pas mbështetjen e familjes, me pas dashurinë e tyre. Por erdhi një pikë kur ti vendose me fol edhe me të tjerët. Jemi këtu sot duke diskutu publikisht për krejt këtë dhimbje që ti ke kalu. Çka çtyni me bë këtë atë? Më shtyni se sët dikun është të napo një mbi në të ujnë tjetër. E di me çfarë sfidash është të kaluaj. Dhe unë i thamë ati që ka shpresë dhe mos më të rëzu korë. Dhe i thamë aty nëse turpi nuk është i unë. Turpi është i atyne. Shumë vërtet. Tani, kjo është një thirrje shumë e fuqishme për çdo të mbjetuar që ende lufton me traumën, me frikën, me ankthin, me vetminë, me dhimbje që duket i papërballueshme për t'i treguar se asnjëherë nuk është vonë për me kërku ndihmë dhe se ndihma gjithmonë është e mundur. Tani jemi shumë afër fundit edhe kisha dashur në ditë nëse keni mesazh për shoqërinë dhe për të mbjetuarit në përgjithësi. Po. Ju kisha bon thirrje gjithë shoqërisë tonë. Gjithë familjarët mbjetuar. Që na përkrojnë sa të pak. Se përkroja e ty në për ne është lirim. Përkroja familjarëve e hek një borë shumë madhe dhe të këthem për sëri një jetë. Dani, falenderoj shumë për këtë rrethim kaq të thellë dhe nuk ekziston asnjë fjalë e mjaftueshme për me tregu vlerën. Sot ti në fakt
e theve heshtjen dhe sot je zëri i mira të mbjetuarve që ende luftojnë me heshtjen, që ende nuk kanë zë dhe ende nuk kanë frikë. Sot je zëri i tyre. Faleminderit nga zemra për besimin dhe në emër gjithë këtyre që na prezantojnë. Faleminderit shumë për besim të juaj. Në emën krejt guximit, forcës edhe qëndresës, unë i përullim këtij burri, i cili përveç që ka përjetuar dhunimin qysh në moshë të re, torturat e tij kanë vazhduar edhe në burgun e Prishtinës, edhe në burgun e Lipjanit, dhe është edhe mbijetues i burgut Dobravës. Jo rastisht, ky person është sot me ne, për m'ju kallzu gjithë burrave dhe grave, që ende qëndrojnë të heshtën, se nuk do të turprohen. Turpri i takon atij që ka bërë krimin. Prandaj, Dan të je heroi jonë i gjallë, edhe sinqerisht çmojmë për krejt guximin që ke arrit, mas gjithë atyre vujtjeve, në arrit këtu edhe me ndarë rapimin bashkë me gjithë këtë audiencë, po edhe me mira njerë që sot si janë prezant me ty. Tash në skenë dua të aftoj Vasfin, Shyretën dhe Flutrën. Përshëndetje për të gjithë të pranueshmit. Dan, që 6 vitet e fundit, jo ka një shok shumë i mirë për mu, kemi rrëfy bashkë, po që nga sot, ti do të jesh në vllai imi. Unë e përkullem para guximit tonë, të jetojsh me një shoqëri se që jena na, përbes e meriton respektin e të gjithë neve. Faleminderit për guximin që ke, që nga sot, 14 prilli nuk do të marrë mend si një ditë e vujtjes për mua. Që nga sot, kjo ditë do të shndrohet në guxim për të gjithë viktimat. Shumë faleminderit. Faleminderit për guximin. Shumë faleminderit, Dan. Mu nuk di, jam ka me të që ka me thonë më shumë. Për krahja e familjes për një me ka vlerë shumë të madhe. Edhe du me ju thonë tjerëve që nuk kanë folë ose nuk kanë pas dikon me bisedu që kur nuk jeni vetë. Gjithmonë është dikosh që ka me ja majtë krahën. Nështë ta babi sot ja u ka dhoni një shtynie me kuptu që nuk jem veç fjallë, po është të vërdet kjo punë. Faleminderit shumë për të. Thank you.